Natyrisht, një përfaqësuesi të shpifur dhe të neveritshëm të krimit në parlament nuk ja vlen të përgjigjesh, por detyrimin ndaj qytetarëve dhe rrezikshmëria që paraqet ky për qytetarët me detyron të kujtoj këtu se personi që foli këtu është i personi i akuzuar për trafiqe të gjitha llojeve, filluar trafiqet e prostitucionit, përfunuar tek droga, është njeri i akuzuar me dokumenta zyrtare në sallë gjyqi se ka porositur vrasje, është i person i cili segmentet e drejtësisë kriminale kanë ndjekur me vendim regjistrimet që faktonin personin si një porositës të vrasjeve, është i faktuar, është njeriu që ka porositur bandën e Elbasanit të vendosë revolet për të burgosur një familje të tërë kundërshtare të bandës Elbasanit dhe merret më vonë në mbrojtje nga Nureddin Dumani. Ky person, një minutë tani se u kam. Ky person rezulton se me datën 10/12/2020 ka rënë dakord, thot, Targeti informon Pinin aq se kishin rënë dakord me tyre që të mos i kërkonin Taos, këtij kriminali që është këtu, të mos i kërkonin asnjë tendër publik apo favore tjera përveç atyre që kishin rënë dakord të kërkonin. Ky mesazh ju përcoll kriminalit. Koha përfundoi. Po ju kujtoj që koha nuk rrjedh prej meje, rrjedh vetë, zoti Noka, dhe koha përfundoi. Lashtë përfundonte pavarësisht fyerjeve, akuzave penale e gjithçka tjetër që u than foltore. Siç e ka zakon.